Ka nisur punimet për rikonstruksionin e shkollës nëntëvjeçare Qemal Mehmeti në Cakran. Vlera e investimit është rreth 51.5 milion lek PATVSH dhe financohet nga Bashkia Fier. Drejtuesi teknik i punimeve, Luani Zeiraj, u shpreh për televizionin Apollon se afati i përfundimit është 9 muaj nga data e nisjes, 17 shkurt 2026, ndërsa pritet që shkolla të përfundojë përpara këtij afati. Projekti përfshin rekonstruksion të plotë të godinës, ku do të realizohet termoizolimi i fasadës, rifreskimi i suvatimeve, shtrimi me pllaka, përmirësimi i ndriçimit, rekonstruksioni i ambienteve sanitare si dhe vendosja e sistemeve elektrike dhe kundërzjarrit. Në kuadër të këtij investimi do të ndërtohet dhe një palestër e re multifunksionale, e pajisur me dhomba zhveshjeje, ambiente sanitare dhe parket druri. Sapo kemi filluar punimet për rekonstruksionin e shkollës Qemal Mehmeti këtu në Cakra. Investitori i këtij objekti është Bashkia Fier, me një vlerë 51 milion 300.000 lekë me TVSH. Në këtë projekt përfshin disa zëra punimesh. Ka suvatimet e reja, instalimet e reja, tualetet e reja, por kemi edhe një palestër të re që do shërbej për kalitjen e brezit të ri dhe i do jetë nga më moderne. Afati punimeve të këtij objekti është 9 muaj, po ne pretendojmë që ky objekt do përfundojë më shpejt se sa 9 muaj. Në projekt janë parashikuar gjithashtu sistemime të mjediseve të jashtme me lulishte dhe kënde sportive.